Spitali i Kavajës hyn në një etapë të refunksionimi, duke fituar statusin e spitalit bashkiak, një zhvillim që konsiderohet pjesë e rëndësishme e reformës së ndërmarrë në sistemin shëndetësor në vend. Ky ndryshim sjell më shumë autonomi për institucionin, si në drejtim të menaxhimit, ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve për pacientët. Njoftimi u bë nga Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, e cila gjatë prezantimit theksoi se shkëputja nga qendra spitalore universitare Shefqet Ndroqi është një hap i menduar për të rritur efikasitetin dhe për të sjellë shërbimet më pranë qytetarëve. Që dua ta ndaj këtu për të parë jush, që është shkëputja nga Spitali Shefqet Ndroqi, Universiteti Shefqet Ndroqi dhe Spitali i Kavajës kthehet të bëjë një spital bashkiak. Është një risi, por është edhe një hap i duhur në kuadër të reformës spitalore që po bëjmë në Shqipëri. Gjithë ideja e reformës spitalore është që shërbimi të vi afër pacientit. Pacienta marrin shërbimin pa lëvizur nga një spital në tjetrin, të fuqizojmë spitale rajonale dhe bashkiake. Gjatë vizitës, ministra e prezantoi edhe drejtuesin e ri të institucionit, Arben Rrugia, i cili do të ketë përgjegjësinë për të udhëhequr spitalin në këtë fazë të ritransformimi. Ai pritet të fokusohet në përmirësimin e organizimit të brendshëm, rritjen e standardeve të shërbimit dhe zgjerimin e kapaciteteve për të përballuar nevojat e komunitetit lokal.